vendosja tashmë e ka dhënë qartë qëndrimin e saj, duke që ka mungesë të vullnetit që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, por ne jemi shumë të gatshëm që t'i presim partitë politike që të flasim me to për datën e zgjedhjeve. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Lloja Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashet që duhet të jenë 61 vota për kryetarin e kuvendit, por njësoj vlen edhe për nënkryetaret e kuvendit. Sipas kësaj logjike i bie që në qoftë se ata refuzojnë që të votojnë propozimin e lëvizjes vetëvendosje, atëherë ku do t'i marrin ata 61 vota për ta votuar nënkryetarin? Nuk është çështja këtu a do të largoheni as do të largoheni. Vetëvendosja ka qëndrimin e qartë. Prandaj është e rëndësishme që të zhbllokohet kuvendi. Besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë tepër të rëndësishme që të konstituohet kuvendi dhe të votohet qeveria e re. Por nuk mund